Eksporti i mallrave në Bashkimin Evropian nga 1 prilli do të bëhet ndryshe. Të gjitha bizneset duhet të bëjnë paraprakisht deklarimin për mbledhës të hyrjes së mallrave, në të kundërtën do t'i pamundsohet tregtimi. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, thotë se këto masa kanë aspekte pozitive. Jo, nuk është ndonjë biznesi, se nuk e dëmton biznesin. Në fakt, kjo vetëm e lehtëson qarkullimin e mallit për arsye se për shkak të riskut ose nevojave të organeve kompetente të Bashkimit Evropian i kërkojnë paraprakisht informatat që të kenë për mallin që eksportohet në Bashkimin Evropian. Megjithse vendimi thuhet se ka shkaktuar paqartësitë e bizneset. Që të mbahen më shumë trajnime, më shumë informacion të ofroj si nga BE në këtë rast, ashtu edhe nga vetë dogana e Kosovës, që fatkeqësisht ka munguar, po bizneset duhet të përqafojnë këtë vendim, sepse ashtu si që kemi thonë me herët të vazhdojmë të themi, ne duhet të plotësojmë gjitha kushtet e BE-s në këtë rast në mënyrë që të hapim tregun më shumë. E për të kryer deklaratën për mbledhëse të hyrjes janë disa procedura. Gjithkush që synon me tregtu mallra me Unionin Evropian, duhet paraprakisht të regjistrohet në sistemet e Bashkimit Evropian, të furnizohet me një numër EORI number, do të thotë quhet EORI number, në mënyrë që të bëj deklarimin e mallrave në fazën do të thotë paraprake. Deklarata për mbledhëse e hyrjes është dokument elektronik që paraqitet te autoritetet doganore të Bashkimit Evropian, përpara se mallrat të mbërrijnë në territorin e BE-s.